Alba ka dashur 5 herë. Jo sipërfaqësisht. Jo me gjysmë zemre. Ka dashur ashtu siç din të duan njerëzit që nuk din të bëjnë plane mbrojtjeje për veten. Ka dashur me shpirt, me durim, me shpresë. Dhe çdo herë ka besuar se kjo herë do të jetë ndryshe. Historia e parë ishte naive, e pastër. Ajo dashuri e hershme ku mendon se gjithçka do të zgjas për gjithmonë. Alba dha gjithçka pa menduar se mund të humbiste. Kur mbaroi, ajo qau, por ende besonte te dashuria. E dyta erdhi më e fortë. Me më shumë premtime. Me plane për të ardhmen. Alba u rrit pak më shumë, por prapë zgjodhi të besonte. Edhe kur u largua, ajo e justifikoi. Ndoshta nuk ishte koha. I tha vetes, e treta e lodhi. Jo sepse nuk kishte ndjenja, por sepse Alba filloi të jepte më shumë se sa merrte. Ajo u bë mbështetje, u bë shpatull, u bë zgjidhje për problemet e dikujt tjetër, ndërsa askush nuk u bë zgjidhje për të. Kur mbaroi, diçka brenda saj u thye lehtë, e katërta ishte e trazuar. Me kthime, ndarje, premtime të thyera. Alba u përpoq ta mbante gjallë diçka që kishte kohë që kishte vdekur. Ajo luftoi për 2 persona, derisa kuptoi se po humbiste veten. E pesta ishte pika që e zgjoi, sepse aty Alba e kuptoi se dashuria nuk duhet të lërë bosh. Nuk duhet të bëj të dyshosh të vetja. Nuk duhet të mësoj të presësh. Të durash pa fund, të justifikosh mungesën e respektit. Kur u larguan, Alba mbeti vetëm. Por ajo vetmi nuk ishte më e njëjta si më parë. Ishte e qetë. Ishte e heshtur. Ishte e dhimbshme, por e ndershme, dhe pastaj. Ata u kthyen, një nga një, me mesazhe që fillonin me përshëndetje, si je? Me thirrje të papritura. Me zëra që dridheshin nga pendesa. Me fjalë që dikur Alba do t'i kishte pritur me lot në sy, kam gabuar. Vetëm tani e kuptoj çfarë kam humbur. Askush nuk më ka dashur si ti, më mungon. Por Alba nuk ishte më ajo vajza që priste, ajo i lexoi mesazhet në heshtje. I dëgjoi zërat pa u dridhur. Dhe për herë të parë nuk ndjeu as nevojë të shpjegoj. As dëshirë të kthehet pas, sepse Alba kishte mësuar të jetoj pa ata, ajo kishte mësuar të pi kafen vetëm, pa ndjerë mungesë. Të fleje qetë, pa pyetje. Të zgjohet pa ankth. Të qesh pa frikë se do ta humbas dik. Alba nuk u bë e fortë nga gëzimi. U bë e fortë nga zhgënjimet që nuk e thyen plotësisht. Ajo e kuptoi se nuk është detyra e saj të shpëtojë askënd. Nuk është detyra e saj të presë dik që vjen vetëm kur është bosh. Nuk është detyra e saj të rikthehet aty ku u lëndua. Tani Alba e do veten ndryshe. Ajo nuk lyp dashuri. Nuk lutet për vëmendje. Nuk bind më askënd për vlerën e saj. Ajo e di kush është. Dhe kjo mjafton. Kur dikush nga e kaluara i del përpara, ajo nuk ikën. Qëndron. I shikon drejt. Dhe vazhdon rrugën, sepse Alba nuk e kthen kokën prapa, jo nga inati, jo nga ftohtësia, por nga respekti për veten. E kaluara e saj e ndërtoi, por nuk e mban peng. Dashuritë e saj e mësuan, por nuk e përcaktojnë më, dhe nëse një ditë Alba do të dashurojë sërish, do ta bëjë ndryshe. Pa frikë, por me kufi. Pa humbur veten. Pa u kthyer mbrapa, sepse Alba tani ecën vetëm përpara, dhe kush nuk eci me të në kohën e duhur, nuk ka më vend në rrugën e saj.